Janit ju tregoj këtu në kanalin tim në YouTube, hotelin më të bukur në botë që duhet ta njohë çdo shqiptar dhe duhet të vi të paktën një herë në jetë. Është Hotel Continental i vendosur në zemër të Bukureshtit, ku në hyrje të tij është busti i Ismail Qemalit. I vendosur këtu sepse ka një vlerë shumë të rëndësishme për ta, po imagjinoni për ne çfarë vlerë ka. I quajtur ndryshe Hoteli Ismail Qemalit, sepse nga këtu Ismail Qemali është nisur drejt Vlorës në 1912 për të shpallë pavarësinë. Ka qëndruar për disa ditë në suitat e këtij hoteli, në formën e apartamentit, me njerëzit e tij më të besuar, ku ka takuar komunitetin shqiptar këtu në Bukuresht, e më pas kanë vazhduar itinerarin drejt Vienës e rrugën drejt Vlorës për shpallë në 1912 në nëntorin e famshëm pavarësinë e shtetit shqiptar. Mendoj që është hoteli që çdo shqiptar duhet ta di ekzistencën e tij dhe duhet paktën të vi të flejë një herë në jetë, se nuk besoj se ka hotel më të bukur dhe më unik për shqiptarët. Ruajnë edhe sot të njëjtën strukturë, të njëjtat akomodime, të njëjtat vlera i mbartin për gati 150 vjet. Unë nuk e di nëse do të ketë një hotel më autentik se sa kaq dhe më me vlera kulturore, historike dhe shpirtërore për të gjithë shqiptarët kudo në botë. Nga Bukureshti, Jani tani t'ju tregoj pjesën e brendshme, suitën më të bukur në botë, aty ku ka qëndruar njeriu më i rëndësishëm i gjithë historisë së shtetit shqiptar, Ismail Qemali. Po, pikërisht këtu në zemër të Bukureshtit, në Hotel Continental, këtu në Bukuresht, ka qëndruar në një nga këto apartamente, janë disa të ngjashme ku ka qëndruar Ismail Qemali dhe njerëzit e tij më të besuar. Unë do t'ju prezantoj një prej tyre. Këtu ka ardhur në Bukuresht, ka qëndruar për disa ditë, nga ku ka ndërtuar itinerarin dhe ka takuar komunitetin e Bukureshtit, komunitetin shqiptar këtu në Bukuresht, ku kanë bërë takimet e rëndësishme, e më pas nga këtu kanë vazhduar rrugën për në Vjenë dhe drejt Vlorës për të shpallë pavarësinë në 1912. Unë nuk besoj se ka hotel më të bukur dhe më të rëndësishëm për historinë e shtetit shqiptar se sa ky. Ndaj do doja t'ja sugjeroja çdo shqiptari që të paktën një herë në jetë, jo vetëm të vinë në Bukuresht, po të qëndroj pikërisht në këtë hotel. Jani t'ju tregoj dhe pjesën e dhomës tani. Është realisht e madhe dhe më e bukura e gjithë historisë së këtij hoteli është që vazhdojnë dhe kanë të njëjtat mobilje. I kanë rezistuar kohës për gati 150 vjet, vazhdojnë edhe pse është restauruar e gjithë godina, po vazhdojnë kanë të njëjtat mobilje, të njëjtat dekore, të njëjtat detaje, si në kohën kur ka qenë Ismail Qemali apo në vitet kur këta e kanë hapur dhe vazhdojnë ta ruajnë dhe sot. Poshtë në hyrje të këtij hoteli është pjesa më e bukur sepse është busti dhe është një pllakatë e madhe ku aty shkruhet historia pse ky hotel mban këtë emër dhe ndryshe quhet si Hoteli Ismail Qemalit. Ju këshilloj të gjithë vini ta vizitoni. Unë po flas me menaxherët që çdo turist që do të vinë nëpërmjet Retreat Travel Group të ketë patjetër një çmim special dhe të ketë akses për të hyrë dhe për t'u akomoduar në këto suita, sepse për mua janë më të bukurat në botë që çdo shqiptar duhet i shohë.